Në fillim të kësaj jave do të flasim për ngjarjet e shumta që kanë ndodhur në fundjavë, duke filluar nga kryefjala që është Zvërneci, një protestë atje e banorëve në fundjavë, nuk kthye edhe në debat jo vetëm politik, por çështje kryesore për diskutim. Mbrëmjen e djeshme pati një protestë para kryeministrisë dhe ministrisë së brendshme për ngjarjet në Zvërnec, ku një grup qytetarësh nga Vlora, të mbështetur nga Tirana, nga aktivistë, shoqëria civile, ekspertë mjedisit, protestuan kundër ndërtimit të projektit, pasi sipas tyre ka dyshime të forta. Megjithatë, gjitha këto do t'i diskutojmë me avokatin, mikun e emisionit ton Zaçi Islami. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj. Mirëmëngjes, faleminderit dhe unë. Avokat, ne kemi diskutuar që para një viti për këtë çështje që ju e keni ngritur më sa. Më shumë ndoshta se një vit. Jo Izraeli, Jugu, Ka më tepër se 2 vjet gati që kur filluam, që kur më kërkuat që intervistën e parë. Atëherë mbaj mend unë jo sakt, por domethënë më shumë se një vit është e sigurt përpara se sa të ndodhin këto. Izraeli, shtrirja në sipas mendimit tuaj atëherë nga Jugu, por edhe zona e Myzeqes dhe pjesë të tjera. Ndërkohë që tani, sipas një pjesë aktivistëve, është edhe pas këtij projekti. Megjithatë, tani problemi është bërë çik dhe më i komplikuar, avokat, sepse aty ka hyrë dhe Greqia, këtë se kuptuam se ç'donte aty në këtë rast. Pra janë gatëruar shumë gjëra, janë pleksur shumë gjëra aty, avokat, si t'ja zbërthejnë popullin. Siç deshi Greqia aty duhet na sqarojë ministria jone e punëve të jashtme, nëse kanë ndonjë specialist ose ndonjë advetar shqiptar në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë që të na sqarojë çfarë kërkon Greqia aty, pse i fut hundët. Ndoshta është për të trazuar situatën, për larguar vëmendjen, apo ndoshta për të përfituar nga situata aty dhe për ta bërë ata minoritet. Sepse ajo se hym direkt në temë te kjo pjesë, fliste për një qytetar grek aty, ai është shqiptar me pasaportë greke në mos gaboj. Si shumë të tjerë, gati 200.000. Greqia ka krijuar një 250.000, jo 250.000 ka krijuar minoritar grek në Shqipëri. I ka krijuar duke u dhënë kartat e identitetit grek. Megjithatë, ajo është formule e njohur, formule vjetër, politike vjetër e kishës greke, e shovinistëve grek, e Hristiavgjisë Agimitart, e Mavis, e tëra strukturave shoviniste agresive nazi-fashiste greke. Dhe kjo nuk më shqetëson fare se është armik i njohur. Dhe kur armikun e njeh dire ta lutosh. Më shqetëson fakti tjetër. Do përmend këtu mora një informacion nga një botim që ka hedhur në Facebook miku im Alfred Sako, i cili ka publikuar pronarët real të kompanisë që ka bërë që kërkon të marrë atë Zvërnecin. Ajo hapësira që kanë marrë më duket se është 457 hektar. Flitet për amerikan, arab aty, me sa dije. S'ka amerikan, ka vetëm është një shtetas rus. Një qifut rus i quajtur Nikita Vinogradov, i datëlindjes 1991, dhe është dhe një shtetase bulgare, dhe kjo qifute Zoja Georgieva, Gjurova, e datëlindjes 1988. Pra nuk që kanë arab, do me thënë, edhe amerikan. Absolutisht jo. Janë qifut. Dhe politikën dhe atë strategjinë e qifutve tani ne e njohim qartësisht, e dim si veprojnë, e dim si punojnë dhe si marrin ato që duan. Kanë futur një shtetas holandez dhe një bulgare, për të humur çdo lloj gjurme dhe për të mos kërkuar Izraelin, mos dalë Izraeli. Dhe politikë dhe taktika e tyre cila është, në momentin që ata do bëhen pronar të Zvërnesit, automatikisht do qellin kolon që fut atje, se si ndalon do kërkush sepse bëhet pronë tyre.
Pra, rreziku është imediat dhe shumë i madh. Shumë i madh. Jemi në një situatë që sot më keq se kurrë që jemi të rrezikuar nga të gjithë uqrit, hjenat, gjarprinjt, përbindëshat, bishat e vërsulura kundër Shqipërisë. Pra janë bërë në një kohë serbët, grekët, qifutët e Amerikës, grekët e Amerikës, miqtë e ati Sali Berishës. Se kemi gjuar fare të flasë në mos gaboj avokat. Ndjeqe pushim, po është ta mos fletësot. Kush? Po Berisha, me që e përmend. Por nuk do flasë Berisha. Nuk ka për të folur Berisha, Berisha është qitur për vete. Ata Berishën grekët e kanë blerë 192, 193, se kanë blerë sot. Avokat, po, ta kapim një tjetër kënd vështrim që ose ju mbejoni. Mos ndoshta, po ju bjem qaf kot, mos është ndoshta një projekt tokë, si thot qeveria private, erdhën, investuan si në shumë raste të tjera, në këtë rast. Mos janë të nxitura protestat, pra, për të menduar edhe ndryshe, nuk po them që kjo mund të jetë e vërteta. Nuk po them që ky është Dakor, do ta shikojmë dhe nga ky këndvështrim që thoni juve. Atëherë, që të sqarohet opinioni publik, të na thonë si ishte marrëveshja, çfarë kanë blerë? Kanë blerë truallin apo kanë marrë licencën për të ndërtuar në truall shqiptar? Se janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Nëse blen truallin, është tradhti kombëtare. Nëse kanë bërë marrëveshje që aty të ndërtoj dikush një resort apo një hotel, bukurit dhe ta ndërtoj. Që është mbi sipërfaqe të tokës dhe ta shfrytëzojnë ata, për sa duan e si duan. Por tokën jo. Pra, e ndërtojnë edhe nga momenti në moment shteti shqiptar të ketë të drejtin që t'u afshin nga faqja e dheut nëse ata shkelin në rregullat dhe ligjet tona. Pra, jemi në kushtet e një pushtimi të heshtur, paqësor, me tradhtin e 140 legenave që kanë blokuar edhe kanë zënë foltorët e kuvendit të Shqipërisë, të cilët nuk ndihen. Dhe u prandaj quaj legenda, si quaj. Disa kanë folur prej tyre, kujtoj atë zotin Braçe, atë Korreshi nga krahu tjetër i Partisë Demokratike, ndoshta ka pas të tjerë, po këto më vinë në mend tani. Po këta të 83 klonët e Diramës, ku janë? A janë shqiptarë ata? Po. A e duan këtë vend? Po, ndoshta është kjo dilema, pra, avokat, sepse ata thonë që është privat, pra, në një truall privat, ai që ka mund të bëj marrëveshje me këto tjetër, pra, ndoshta mund të jetë gjëja shumë e vogël se sa bëhet. Ndoshta gabohem te kjo, po thjesht po e ngrejmë për diskutim, domethënë. Unë po të them që gabohesh paraprakisht për një arsye të thjeshtë, të pastër dhe të qetë. Të na thonë kush janë pronarët, me që private. Kush është pronari i Zvërnecit? Ose sa janë pronarët shqiptarë në Zvërnec? A parashikohet që të ketë pronar zona e mbrojtur avokat apo në tërësi nuk ka? Këtu sot nuk dim asgjë. Sepse në parim flas, në një zonë të mbrojtur, a ka pronar? Zona e mbrojtur, zotëri, është e mbrojtur nga kush? Nga shteti. Se është e mbrojtur nga shqiptarët, kundër shqiptarëve, dhe është e pa mbrojtur karshi izraelitëve. Kjo është zona e mbrojtur. Dhe bëhet për interesa të këtyre banditëve që kanë uzurpuar pushtetin në Shqipëri dhe në Shqipëria kanë mbetur pa burra që të qërojnë nga faqja e dheut. Pra, jemi në një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme. Shqipëria është në buzë të greminës sepse po pushtohet në heshtje me miratimin e politikanëve shqiptarë, me miratimin e parlamentit shqiptar. Ndaj populli shtritur dhe unë i bisiti e populli që të ngrihen
me kuqe me maç. I bëj thirrje nëpërmjet ekranit tuaj, se e di që shikohet shumë. Ju bëj thirrje shqiptarëve të Iliridës, shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Malizi, gjithë shqiptarëve kudo që janë. U bëj thirrje shqiptarëve të diasporës dhe po u them që Shqipëria është në ditën më të zezë të mundshme, sepse është e tradhtuar nga një legend që quhet Edi Rama, nga një tradhtar i pa skrupull i këtij vendi, i cili meriton të bëj 7 pas në ndë për këto që po bën. Por nuk është vetëm. Ne kemi dëgjuar fjalën e kryeministrit për këtë rast. Unë të dëgjuar e kam dhe unë e di që ai ja do ta them para kisha, ai ka thënë do flasin në orën 10, po ta them unë do thotë. Mos u shqetësoni, ajo është i marrëveshje me privatin, privati mund të bëjë çfarë të dojë me pronën e tij, e të tjera slogane nga këto që ka kohë që i gënjen shqiptarët, mos u gënjen dot. Zotëri, si e privati tjetë dhe shteti tjetë, asnjë privat shqiptar nuk ka të drejtë të shes 1 metër tokë të huajve. Kjo është taksative, është me kushtetut. Po ai nuk pyet për kushtetut, nuk pyet për ligj, nuk pyet për asnjë, sepse thot kam 83 vota, thot 83 deputet do bishëndua unë, thot. Do bishëndua shtimur, zotëri, po do bëjmë dhe ne shënduan, po do jetë bon për ty. Avokat, po tani edhe për madhësi, pozicion gjeografike tjera, për Sazani nuk është se pa ndonjë protestë. Pse për Zvërnecin po dhe për Sazanin jo? Një më kemi bërë protestet dhe për Sazanin. Të paktën unë nga ekranet tuaja kam folur dhe kam thënë, jam drejtuar Trumpit dhe i kam thënë largoj ata kryshit që ke dërguar këtu, i kam thënë çoj në atë ishullin Epstein, aty ku ke qenë vetë. S'ka punë aty, zotëri. E kam fjalën në këtë nivel protesta. Zotëri, në këtë nivel protesta është sepse vate fika nash dhe u zbulua që kjo është vepër izraelite direkte. Edhe ishulli Sazani, edhe ajo pjesa tjetër ku kanë dashur ata të hyjnë, është thjesht vepër e çifutëve të Amerikës dhe e lobit grek në Amerikë, janë në unison me njëri tjetrin. Tani, meqense jemi këtu, i bëj thirrje ambasadorit amerikan. Ai që do vi. Ai tha s'digje për këtë projekt. Ti drejtoj thirrjet e mia unë, si që i mendoj unë dhe ku besoj unë se mund të na ndihmojnë, dhe pastaj vazhdojmë tutje. I bëj thirrje thash, atëre, i bëj thirrje shtetit amerikan. 1. I bëj thirrje ambasadorit gjerman, ambasadorit turk. Po turku që ambasadorit do të them. Unë di që them dhe mendoj mirë se çfarë them. Nuk është se kam dyshime tek ajo që thoni, po për ta shpjeguar për publikun pse Turqia. Do ta them, i bëj thirrje ambasadorit austriak. Ata sikur janë larguar çik Austro-Hungaria e parë në raport me ne, po. Jo, nuk janë larguar, jo. Austria se Hungaria. Dakor, të mora perëndorinë, e kanë fjalën. Pra i bëj thirrje presidentit turk Erdogan të bëj atë deklaratë që bëri Tansu Çiller në 1997. Dhe të thotë grekëve dhe çifutëve largohuni nga Shqipëria dhe të na dalë në mbrojtje. I bëj thirrje shtetit amerikan që të na dalë në mbrojtje. Se shko blej tokë në Amerikë. Blej tokë. Askush nuk blen do të tokë në Amerikë. As shtetasit amerikan tokë nuk blej dot. Toka është atje është shteti. Ndërsa në Shqipëri vinë gangster, bandit në pushtet, të ushqyer dhe të financuar nga armiqt më shekullor dhe më të egër të Shqipërisë që janë serbët, grekët dhe çifutët, dhe bëjnë çfarë duan ata. Dhe shqiptarët deri tani kanë ndonjur squk. Unë ju bëj thirrje atyre shqiptarëve që janë në diasporë. Atyre shqiptarëve që ndoshta ju kanë mbetur çik gjak shqiptari. U bëj thirrje atyre shqiptarëve që janë në Greqi që kanë marrë kartë identiteti homogjen grek. T'i hedhin në kosh të plerave ato karta dhe të mos shesin gjakun e të parëve të tyre, se janë shpërbër. Dhe të vinë dhe t'i dalin zot vendit, t'i dalin zot
trojeve shqiptare, të dalin zotë Shqipërisë. Shqipëria sot përsëris është në ditën më të zezë të thaj. Nuk do pushojmë, ta din, dhe po va them pas fare dhe qartësisht. Po erdhën qiput në Zvërnet do marrë marmët. Do marrë marmët. Dhe po ju kujtoj shqiptarëve këndën se mjaft në robëri o e mjera Shqipëri. O djem edhe të tjera të din vetë. Avokat, po ne kemi marrëdhënie të mira me ata, sepse edhe raporti pas lutjes dy botërore, edhe ndihma siç thon institucionet për armatime, për sigurinë kibernetike, dhe në fund fundit mos është e nxitur ky konflikt, avokat, po ngulmoj edhe një herë ndoshta. Kush i kursuar ne kush? Ka fjalën shqiptare, Shqipëria. Jo, zotëri, jo Shqipëria. Jo, klika e shqitur e Diramës, klika antikombëtare e Diramës, klika tradhtare e Diramës, atë mbrojnë atë mbështesin, dhe prandaj qëndron akoma në fuqi ai Pizeveng. Prandaj këta deputet të shitur të pa qipe, të pa fytyrë nuk ndihen para këtij krimit monstruoz që po i bëhet popullit dhe kombit shqiptar. Ndaj unë u bëj thirrje të gjithë miqve tanë kudo që janë, pra austriak, gjerman, turq dhe amerikan, se vetëm këta kemi miqe që na mbështetin, të vinë të na mbrojnë. Ne janë miq me të vërtetë, se të di një gjë dhe që e dini shumë mirë, shteti turq që këtu lufta nuk bëhet për toka dhe për Gorica Peka, po bëhet kundër banorëve autokton shqiptar me fe muslimane. Bëhet dhe mastrojnë qeveritarët tanë, duke na thënë që ne do na mbështesi Greqia për të mbajtur në Evropë. Cila Greqi do të mbështesi more mashtrusa të pa fytyrë. Po kë gënjeni more. Ora gënjeni ata që janë klasë parë, po jo mua. Greqia të bëngrop në këtë moment. Mos gabuat që futet edhe në kontekst fetar, që përfshihet e fen këtu muslimanët. Absolutisht, jo, s'kam gabuar fare, do të argumentoj atë këtë. Do të argumentoj. Shikoni me vëmendje. U fut Bullgaria në Bashkimin Evropian. U fut Kroacia, Slovenia, e tjera. Ka mbetur jashtë Bashkimit Evropian shtete me kombësi muslimane. Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoni, Turqi. Rastësisht që Turqia ka 16 vjet që kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian dhe ata nuk e pranojnë. Jo zotëri, nuk është rastësi. Është politikë e mirëfillt e klubit të krishterë grek të Uthamir Ismail Kadarea. Pra e argumentojnë atë që them, nuk e them kot. Nuk është tek ajo, po për ta shpjeguar. Prandaj i bishiri edhe presidentit Erdogan, i dalë zotë Shqipërisë si që i doli Tansut Çileri në 1997, që e mori se erdi Mishtja dhe Verti, kryetari i Partisë Demokracia e Re në Greqi, erdi u fut në dropull edhe me ushtarë. Dhe ta ktheu shpejt, tha se për 4 orë jemi në Athinë. Këtë i kërkoi presidentit Erdogan nëpërmjet ambasadorit të këtu. Këtë i kërkoi ambasadorit gjerman dhe ambasadorit austriak. Të dalin zotë Shqipërisë se është në rrezik. Avokat, e harruat qëllimisht apo e latë me vedije? Itali nuk i bë thirrje. Dëgjoj, Italia ka një politikë që nuk është 100% në mbështetje tonë. Ne me metonin jemi, si thot kryeministri, motrë e vlla. Ata na mbështesin për integrimin. Jo, mbase është motrë e vlla me atë Meloni që i ulet në gjunjë dhe i pus prapanicën ai, po jo me italianët. Jo zotëri. Italianët kanë dhe ata ato qëndrimet e tyre kanë mbajtur me kohë qëndrimet e tyre dhe në 1920-ën ne me italianët luftuam, nuk luftuam me alienët. Pra, dhe Italia nuk dihet, më mirë qëri neutral se sa të më luftoj. Ndërsa këtyre shtete u them që u bëra thirrje, u bëj thirrje sepse di që kanë politikë miqësore, janë miqtë tanë dhe nuk kanë synime toksore në Shqipëri. Avokat, kjo është labëria që ju njihni apo Labëria që njohun është labëria e 1920-s. Pra po rikthehet e lufta.
Patjetër. Është lambëria e 1857-ës. Është lambëria e kryengritjeve kundër Tanzimatit. Është lambëria e 1939-ës, e 40-ës. Por lambërisë ju fut mikrobi komunist nëpërmjet serbëve, nëpërmjet Londrës, së fakt se është Londra gropa septike që po na lufton dhe po na shet, dhe tani lambrit janë bërë mbështesin Edi Ramën edhe partinë e tij, sepse gjasme janë të luftës. Zotëri, këta që direktojnë sot partinë e punës Shqipërisë, se partia e punës është në pushtet, këta trajtojnë gjakun e dëshmorëve e shkelën, sepse asnjë nga dëshmorët nuk dolin në luftë për ta kthyer Shqipërinë në vendin më të varfër në botë dhe për ta boshatisur Shqipërinë. Ndaj them që lambëria e dikurshme nuk është më, ka vdekur. S'ka më djeme dhe burra në lambëri që t'i dalin Zot. Kemi mbetur ca të vjetër që na ka mbetur sahati atje ku na e trashëguan na e lanë të parët, edhe jemi ne që flasim. Rinia e lambërisë, megjithatë, shoh që më gjallë shpresën dhe shpresë shumë të madhe, protesta që bën në Zvërnes. Ishit në protestë në Tiranë, avokat? Jo, nuk shkoj në protestë. Unë protestën e bëj këtu nëpërmjet jush. Dhe protestë më të fuqishme se kjo nuk ka. Atje vete dhe humbet si gjilpëra në kasht, sepse janë mira njerëz, natyrisht është protestë që të tërë kanë të drejtë flasës, po atje pak veta të dëgjojnë, ndërsa këtu tek ju më dëgjojnë shumë. Këtu tek ju më dëgjojnë diaspora. Këtu tek ju më dëgjojnë gjithë shqiptarët që kanë ikur jashtë shtetit. Dhe që u bëjthiri dhe u them ktheuni, sepse hajdeni që të çlirojmë vendin na kjo gjëm e madhe që na ka gjetur, dhe prandaj i thash ato vargjet e asaj këngës që parë, se mjaft në robëri o e mjera Shqipëri. O djem edhe e din vetë djemt. Ajo situatë është tani, në atë situatë jemi. Se nuk mund t'i them fjalë të tjera se do më thonë pastaj do më akuzojnë. Do më akuzoj ama, do më akuzoj kushtreqi me të birin. Atë që thash, shqiptarët që e din atë këngë dhe atë vjesht, e din dhe kur ka dalë dhe si ka dalë. Sepse po them dhe një tjetër. Shqiptar, mos riporduku shqiptar, Shqipërinë e mori Edi i Vuzjat. I ka vënë zjarrin e Dinama Shqipërisë. Tani kam dhe i pyetje fundit si mbyllet kjo, sepse sigur e thamë dhe pak më lart, atje kemi parë vetëm ishte Arlin Qorri nga Lëvizja Bashk, në bashkë me deputetin Redi Muçi. Edhe në protest, nuk kemi parë forca tjera politike, pra si do mbyllet kjo protest që është nisur kjo revolt? Arlin Qorri është nga Gusmaj, zotri, është lap i mirëfillt, 24 karat, e Arlin Qorri nuk shitet, mund t'jetë i majt, mund t'jetë komunist, është e drejtë e tij, por idealin kombëtar nuk e shet. Dhe vendi nuk e shet, dhe prandaj ka dalë, dhe bravo i qoftë dhe unë falenderoj për këtë që ka bërë. Të tjerët janë të blerë të shitur, janë blerë, më i kanë blerë me miliona, ore që putët kanë miliarda, triliona dollar kanë, edhe euro, triliona. Dhe këta zbathara këtan që kanë hyrë në përkariket e parlamentit, këta i blenë me njerë, nuk e ka fare problem, fare. Prandaj nuk njën këta, po do t'i qërojnë. Ta din mirë, do t'i qërojnë. Avokat, po vazhdimi i planit si ishte, nëse ju vazhdoni, do të thënë për vazhduar idenë, nëse është besoni tek ajo që thoni që ky është fillimi për Izraelin, shtriria më pas? Atëherë, për ta rikujtuar atë që kemi thënë para një viti gjysmë 2 vitesh. Në mos gaboj, atëherë po ju them. Plani i tyre është që të rëmbej, që të marrin të gjithë, që të arrijnë deri te Kirpori i Vlorës, t'i blejnë. Dhe janë bërë ato pazaret për t'i blerë. Unë tani nuk kam mundësi t'i lexoj këtu. Ato mesazhe që më kanë ardhur nga Vlora, dje, më duket se ua kam dërguar, po të keni mundësi, publikojni, do t'ju lutem shumë t'i publikoni se çfarë po bëhet në Vlorë. Janë se kam patin e keq që s'kam një kamerë tjetër që nga kamera të flas dhe ndërkohë të lexoj dhe mesazhet që më kanë ardhur. Dhe nuk kanë ardhur rastësisht mua zotëri. Më kanë ardhur sepse shohin që unë jam një kockë fort që nuk
blehe me shqitën. Mua nuk më blen do të kurkush. Pra, dhe më thonë që janë këto vllahine, që janë gjithë pjesa fushore e Vlorës, janë bërë marrëveshje që t'i blejnë qifutët. U them atyre vlonjatëve që ka janë pronar atje. Po ju drejtojmë nga ekrani juaj, ndash ta shikojnë, ndash mos ta shikojnë. Do gjejnë belan dhe nuk do t'i gëzojnë ato para që do marrin nga ata. Ta din mirë. Se nuk kemi vdekur. Jemi gjallë këtu. Tokën nuk do ta shesin. Nëse nuk e duan, ta lënë se ka kush e merr. Shqiptar. Po jo të huaj. Avokat, falenderoj shumë për këtë bisedë, besoj të flasim sërish në ditën vazhdim, duke parë dhe situatën, duke parë dhe si do vazhdoj. Të jam mirënjohës për kohën. Tani jemi në Të garantoj që do vazhdoj deri te lufta. Ata nuk do bëhen pronar atje. Ka baruar ajo punë. Nuk do bëhen pronar. Nuk do shitet pronë tokë shqiptare. Tek askush. Megjithatë situata çik rëmui, avokat, presim që të kristalizohet në vazhdim. Të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj për ftesën.